Pas publikimit të lajmit në televizionin Uskana se sekretari i përgjithshëm i Kryqit të Kuq në Maqedoninë e Veriut Said Saiti, i cili gjatë ceremonisë së përurimit të objektit të ri të Kryqit të Kuq në Kërçov, pasi foli disa minuta në gjuhën maqedonase, por më pas nuk vazhdoi me adresimin edhe në gjuhën shqipe, me arsyetimin për të mos marrë shumë kohë, ndonse koha nuk ishte e kufizuar dhe në mesin e të pranishmive kishte një numër të madh shqiptarësh. Besoj se nuk ka nevojë të përsëris atë që fora praktikisht, besoj se gjuha nuk është pengesë për kërkan për neve, a do flasim maqedonisht ose shqip. Nëpërmjet një postimi në Facebook ka reaguar sekretari i Kryqit të Kuq në Kërçov Besnik Selimi, ku sipas tij mbrojtja e gjuhës shqipe dhe informimi i drejtë i qytetarëve për qasjen ndaj gjuhës shqipe na qenë ka turp. I nderuar sekretar Besnik Selimi, ju rikujtojmë se televizioni Uskana një ditë më parë raportoi për inaugurimin e objektit të ri në Kërçov. Me një ceremoni solemne u lëshua në përdorim objekti i ri i organizatës komunale të Kryqit të Kuq në Kërçov, i cili do të shërbejë edhe si qendër për qëndrim ditor të personave të moshuar me plagje aktive. Свечена церемонија беше пуштен во употреба новиот објект на општинската организација на Црвениот крст во Кичево. Dhe kjo ju demanton juve se në asnjë moment televizioni Uskana nuk ka për qëllim të zbehë rëndësinë e inaugurimit të objektit të ri si një ngjarje e madhe për qytetin dhe për vetë institucionin. Përkundrazi, ky moment është trajtuar dhe pasqyruar në mënyrë të plotë dhe në mënyrë profesionale nga ana jonë, përfshi raportimin në të dyja gjuhët, shqip dhe maqedonisht. Por nga ana tjetër duhet të mësoheni dhe ta dini që në ngjarjet publike dhe në institucione publike ka edhe kritika për t'u përmirësuar, si rasti i sekretarit që e quajti fjalimin në shqip humbje kohe. Mos ma zeni për të madhe edhe për shkak të kohës, meqense na priti mjaft edhe për shkak të momentit. Ju falenderit për vëmendjen, na prit të mbara. Ju blagodaram. Në qoftë se ju i detyroheni për bashkëpunime apo edhe për arsye pozite, ne nuk kemi obligime të tilla, por kemi obligim të pasqyrojmë të vërtetën. Do të ishte mirë që ju të flitni për anashkalimin e gjuhës shqipe, me të cilën ofendoj shqiptarët në Kërçov, por edhe juve si shqiptar apo edhe si organizator. Në qoftë se dikush e ka mashtruar se në Kërçov mund të sillet si të dëshiroj se s'ka kush reagon, e ka gënjur atë dhe veten e tij, sepse Kërçova ka pasur, ka dhe do të ketë prej tyre që do të mbrojnë gjuhën, kulturën, flamurin, traditat dhe simbolet tona në përgjithësi. Jo çdo kush shikon koltukun dhe nuk do t'ja di për këto çështje kaq të ndjeshme. Për pjesën kur flisni se ai pas ka ngritur në pjedestalin më të lartë në nivel ndërkombëtar, me siguri paguhet dhe nuk e bën pa pagesë. E në qoftë se e bën në mënyrë vullnetare, i themi i lumt. Ndërmarrjet që kanë punuar dhe kontribuar aty janë më shumë me pronarë shqiptar dhe nuk mendoj se i nderuat, ose më konkretisht sekretari i Kryqit të Kuq Said Saiti, kur tha se s'qen ka me rëndësi gjuha shqipe. Dhe në fund, turp për ata të cilët lën pas dore gjuhën e nënës dhe zgjedhin të mos e flasin atë edhe në momente kur përfaqësojnë publikun dhe institucionet. Televizioni Uskana do të vazhdojë të raportojë me përgjegjësi, duke vlerësuar sukseset, por edhe duke dhënë në pah gabimet, sepse vetëm kështu ndërtohet një shoqëri më e drejtë dhe më e përgjegjshme.